Jo, nona e hapke dritaren e oborit, dritaren e dhomës së pritjes, e hapke dhe hysha nga dritarja, sepse kishte frikë që do të mshe baba që ka marrë në pej. Se baba ishte rrezikshëm. Bëra shok me baben, pas dëshpërimit, jo përpara. Përpara nuk kisha kontakt me baben, por nga viti 1900 deri në vitin 1983, unë e kom pas vetëm me nonin kontakt, një vizitë shkurt në pej, po jo me baben. Baba nuk ishte po baba mu bë shok, u bëm shok pas dëshpërimit. Pas vitit 1983 apo 1984, pra i bie 4 vjet pas e ke bërë ndryshimin, je takuar për herë të parë me baben. Jo, u qela me baben bisedova me baben. Po baben për herë të parë, kur e ke taku? Pas ndryshimit e ke takuar, me njëherë kur ke ardhur për vizitë për herë të parë në Kosovë, e ke takuar edhe baben po atë ditë? Jo, nona e hapke dritaren e oborit, dritaren e dhomës së pritjes, e hapke dhe hysha nga dritarja, sepse kishte frikë që do të mshe baba që ka marrë në pej. Nona nuk, ajo më shefte, vetëm me nona më shefke në shtëpi, por jo në ato dhoma ku ishte baba, apo ku ishte baba të jarë nga tregu, apo diko tjetër, nuk kish guxim, se baba ishte rrezikshëm. Nuk do të kontaktoj. Po pastaj çka ndodhi që u përmirësua në raportet me baben dhe ashtu siç po e thua edhe ti, u bët shok. Pas dëshpërimit, kur u vesha si burr, i vesha i preva flokt, i shkurtova i preva flokt, i vesha i mbatha kucat e burrave, ashtu si kur burru vesha, edhe shkova, vizitova familjen. Ky ishte rasti e momenti i parë që filloi të diskutoj baba, të qelim bisedën me babën, pse e pau baba që une nuk e bëra këtë për atrakcion, apo për diçka tjetër, por mentale, pengesa mentale dhe hormonale. Kështu që nuk kisha me asë njënin nga familja apo farefisi, nuk kisha problem, të gjithë ma falen gabimin, po e shofim ti ke rapi shmoni, nuk e ke vendos shpejt, ke qenë naiv, mirë po ata nuk e din qka jonë pengesat hormonale.